një moment që do të bësh i kotet spulash, po them kotet spulash po e zënj, të vjen IMT, IKMT, policia bashkiake, policia e rendit, edhe nuk ose të vinë në zbatim të ligjit, po të vinë dhe thonë 5 milioni, 5.000 tjetëri, 20.000 euro. Shive vetë, këte se unë nuk matutje, nuk e di qatë të them. Po, të kuptoha shumë mirë. Tani këtu ke kjo kam i problem të madhun me ty. E kam shumë të madh problemin këtu ke kjo. Se këto llafet kështu në hava nuk më pëlqejnë mu. Nëse të vjen dikush edhe të thot atë që the, ti duhet ta denoncosh. Kupton? Po patjetër. Duhet ta denoncosh. Sepse ndryshe nuk mundet do të funksionojë kjo punë. Ti e merr me të qeshme, po unë jam shumë serioz. E di, po qesh me ato afër. Jam bërë 207 se e kuptova shumë mirë që kur morë fjalën se kam kaq vite që mbërem me këtë punë dhe i njoh njerëzit edhe 200 metra larg. Kështu që ti je tip me humor e kuptova unë që nga larg. Po këtë humorin bashkë me mua që kam dhe unë humor, do ta bashkojmë humorin dhe do të merremi seriozisht me këtë punë bashkë të dy. Do t'i shkojmë deri në fund saj ne. Nuk do ta lëmë ne këtë punë që ti iki kështu, në qoftë se ty dikush të ka kërkuar të paguash, ai do paguaj, pik marrë muhabeti, kushdo që tjetë. Po ti do ta tregosh se kush është. Ashtu. Para historia. Du fare këtu në propagandë. Unë po të di gënjeve dhe unë e di që ti gënjeve. E kaq, pranohet, du e bona për gjithë shqiptarët. Jo, unë nuk e bona për kërkon, është e vërtetë. I japim edhe sot, Konkrete. Këto janë llafë. Po lemër po është një gjë shumë e madhe. Dili për zot, që të e burë, pastaj po bëj tjetër.